Zonja Hajdari nuk e ka këtë akuzën e konfirmuar. Zonja Hajdari ka tregu publikisht me zonë me figurë që do t'i përgjigjet çdo ftese të prokurisë së shtetit. Ndërkohë që mos dërgesa e ftesës në adresat qoftë zyrtare, qoftë private të zonjës Hajdari nuk e bën të mjaftueshme dhe kjo është një tallje me figura publike kur përmes medjave dërgohen akt akuzat dhe njerëzit vënë e dijeni që ka një akt akuzë. Po, ve zonja Hajdari ka pas njohuri për faktin që ka akt akuzë. Po, është intervistu, pra prap ka kandiduar. Ekziston me mira vjet një prej standardeve më të larta të drejtave të njerit që është prezumimi i pafajësisë. Absolutisht. Instituti i prezumimit të pafajësisë, zonja Hajdari nuk e ka akt akuzën e konfirmuar. Akt akuzë mund ngrit prokuria shtetit. Është akt akuzë e konfirmuar. Jo, s'është e konfirmuar, është e ngritur. Duhet mu konfirmu në gjykatë akt akuza. Kjo është proces krejtësisht teknik. Jo mu dënu ose mu liru. Ka hall ka sistemi. Megjithatë ngritja e akt akuzë zoti Qorolli, a nuk do duhet në kuptonte që të paktën kur të ka ngritja e akt akuzës, së fundja mund të jemi subjekt i hetimit secili mund të jetë. Ajo ka të ngritur një akt akuzë për cilën nuk ka qenë në dieni dhe nuk e di nëse ditët e fundit e ka pranuar ose jo në mënyrë të ligjore. Por ajo do t'i përgjigjet ftesës së gjykatës sepse mbrojtësit e saj, unë besoj që do të kërkojnë hudhjen e asaj akt akuze, por përveç prezumimit të pafajësisë, që është instrumenti ndër më të larta standarde drejtës zakonore ndërkombëtare, po të them që në momentin kur konfirmohet një akt akuzë dhe vjen gjykimi në gjendje të lirë, atëherë ekziston prezumimi i cili... Çdo herë ka ekzistuar kështu, zoti Qorolli. Ka ekzistuar, po në rastin kur bëhet gjyeti shtrigash në kohë të ndjeshme, siç është fushata elektorale, dhe bëhen ngritje të akt akuzave, sepse pse ndodhi, në momentin kur zoti Konjufca, zoti Ganjo Konjufca, nuk u mandatua për kryeministër dhe parlamenti u shpërbë me automatizëm, atë Këshilli Prokurorial i Kosovës në zallamahinë e vet më ndërmori mos dhe shkarkoi Besim Kelmende. Po, veç zoti Qorolli. Tu duhet ta lidhësh mozaikun e Eraldin. Po, futemi mandej në interpretime.